Shalom, shalom, shenjtor Adonai Bekoftë, qoftë me ju me familjet tuaja, Olger Spahi nga Zeri Mesias. Në letrën e Efizjanëve, kapitulli i parë, apostulli Shaul Pali shkruan kishës në Efes, duke thënë: I bekuar qoftë Elohim Ati i Zotit ton Yeshua Mesia, Krishtit, që na bekoj me çdo bekim frymëror në vendit qellore në Mesian, sikurse na zgjodhi në te përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë, të veçuar dhe të papërlyer përpara Tij në dashuri. Me një shikojmë vargun 4, që ka shprehur lutja apostulli, shpreh që Ati tonë, Elohim, krijuesi i qiellit dhe i tokës, na zgjodhi mënyrën për të shpëtuar, na zgjodhi në te, na zgjodhi në Mesia, në Krishtin, përpara se të themelohej bota. Ai zgjodhi mënyrën për se si ne mund të afroheshim ndaj Atit, me anë të lajmit të mirë, me anë të ungjillit, themi. Lajmi i mirë i mbretërisë që ka filluar nga perspektiva e deklarimit, e fjalës, e shprehjes për të marrë atë trashëgimi, atë lajmin e mirë, mbretëria që po vjen, që shikojmë Psalmin 37, flet për atë mbretërinë që ne do trashëgojmë, i urti do banoj tokën, i drejti do trashëgojë dhe unë tokën. Mbretëria e qellit që do vijë në atë, duke filluar nga 1000 vjeçari, qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, që shprehet në Zbulesa 21, ajo perla në këtë rast, që Ati ka përgatitur në qiellin e tretë, qyteti i madh, 2300 km2, e jep me detaje Zbulesa 21, masandaj shprehet në Zbulesa 22 vargu 14, për hyrjen, si mund të jemi pjesë për trashëgimin finale. Tani, po të shikojmë në vargu 4, kur shkrimi thotë që ecja jonë, që të jemi të shenjtë, të veçuar dhe të papërlyer. Çfarë po thoshte apostulli Shaul Pali, që themi, ishte diçka që dhe doktori në këtë rast Luka, që ishte me te, shkrojti shumë prej letrave që neve shikojmë të apostulli Shaul, kur ai ishte në Romë, lavdiatit, dhe Luka në këtë rast, Lukas, që e quanin, se ishte grek, flet në kapitullin e parë, në Lukas 1, vargu 5, në ditët e Herodit, të mbretit të Judes, ishte një prif me emrin Zekaria, dhe nga rendi Abias, grua e tij ishte pasardhëse e Aronit, vinte nga genealogjia, nga gjaku në këtë rast i kryepriftit Aronit, dhe gruaja e tij quheshe Elisheva, që të dy ishin të drejtë në sy të Elohim, duke ecur pa të meta në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e Jahve, Atit tonë, Zoti që themi, krijuesi i qiellit dhe tokës. Në të njëjtën kontekst, siç pamën ne Efizjanët 1, vargun 4, që Ati dëshiron që ne të jemi, dhe ky është një proces për secilin prej nesh, vëlla e motër, për ju që jeni të rinj në besim. Procesi që Ati kërkon prej teje dhe prej meje është veçimi nga bota, veçimi nga Babilonia, veçimi nga kënaqësitë e kësaj bote, nga mëkati që është shkelja e urdhërimeve të Atit që përmendëm në Lukas 1, që duke ecur në urdhërimet e Atit, masandaj shikojmë që ky çifti që shikojmë të ishin prindrit e Gjon Pakzorit, Johanan Pakzorit, ata ishin pa të meta, ishin të veçuar në këtë rast, ishin të papërlyer, me pak fjalë, sepse esin të gjitha urdhërimet dhe ligjet e Atit Jahve. E njëjti koncept shprehet në harmoninë e para Gjonit 5:3, kur për kufizimi biblik i dashurisë së Atit shprehet duke thënë: kjo është dashuria e Atit Elohim, që ne të zbatojmë urdhrimet e Tij, dhe urdhrimet e Tij nuk janë të rënda.
Tani, ndoshta ti shikon me njerë, vëlla motër, ata ecin të gjitha urdhërimet. Nuk janë të rënda, nuk janë të vështira. Nuk është e vështirë të mbash ditën e veçuar të shenjtë të sabatit, të mblidhesh me asamblejnë, të nderosh atin në ditën që ai ka përcaktuar, e vendosi si beslidhe të përjetshme, si shenjë të përjetshme. E di që shumë prej asambleve kanë marrë në këtë rast mësime që masandaj janë spostuar, sepse perceptimi dhe interpretimi vetjak është spostuar në ditën e parë të javës, që është dita e diellë, që themi. Ato gjëra u instituan, u themeluan në këshillat që lindën në 300-ën, 400-ën nga në këtë rast nga besimi katolik ortodoks i formuar në atë kohë me perandorin Roma Konstantinin, që dekretoi ndryshimin e urdhërimit të atit nga dita e sabatit e veçuar e shtuna që themi në e quan të dielën me dekret në Këshillin e Nicejës, Këshillin Laodicejës. Ishin mbledhje që ata në këtë rast impononin ndaj besimtarëve të asaj kohe, mbas ikjeve të apostujve, besimtarë që dëshironin të qëndronin me në këtë rast urtësinë dhe zemrën ndaj atit duke zbatuar urdhrimet e tij. Shikojmë në Luka, prapë në Lukas 23, janë motrat që zbatojnë festën e tretë të atit, festën e bukës pamajat, të ndormeve që themi, duke pushuar në ditën e parë të bukës, festës bukës pamajat, sipas urdhërimit quhet sabat, është pushim lavdjatit, të nesmen mbas Pashkës. Në të njëjtën kohë, në atë këshillin e Nicejës, dekretuan ndryshimin e ditës së 14 së muajit të parë, perandori romak me mbështetjen e katolikëve të atë kohës, duke spostuar në të dielën. Përse këto gjëra? Sepse mendonin se kishin në këtë rast atin e qiellit të tokës, por kjo ishin krijuar këto perceptime, filozofi greke, romane që ishin marrë prej një adhurimi i përzjerë i diellit, sepse Konstantini ishte një adhurues i diellit dhe dekretoi dhe imponoi mësandaj mbi besimtarët që duhet të ndjekin këto zakone. Ne nuk kemi të bëjmë, tha, me ata judejnë dhe duhet të largohemi prej tyre dhe duke dekretuar, apo ata e vranë në këtë rast shpëtimtarin tonë, Krishtin, kështu që neve kush e vrau? E vraun farisejnë, saducejnë, ishin të mbështetur pikërisht nga perandoria romake e asaj kohe, sepse nuk besonin që ai ishte Mesia, ishte Krishti, ishte i vajosuri, i dërguari, para përcaktuari për të dhënë shpëtim njerëzimit. Dhe filloi perceptime të tilla që kanë mbështetje masandaj të dalin filozofitë e Trinitetit, të gjitha këto që nuk janë folur në shkrimin. Kur shkrimi Bibla vëlla motër flet dhe na urdhëron dhe na këshillon, duke na thënë që mbasi erdhëm në të ndjenisë të vërtetës, Hebrejnë të 10, që është në të njëjtin kontekst, Romakëve 8, ecja në frymë, në bindje të urdhërimeve të festave të atit biblike. Kur shkrimi lajmëron aspektet të caktuara të formimit të dishipullizimit të vërtetë ndaj karakterit të atit, Efesianëve 5:1, të jemi imitues të atit Elohim, të sjelljes së tij së përsosur, të sjelljes së të tij të drejtë, unë të inkurajoj, vëlla motër, të rishikosh ecjen dhe shkrimin, Biblën, çfarë shkrimi thotë, ta marrësh për atë që thotë dhe të mos sjellim interpretime vetjake, duke thënë sepse tani ky Mesia, ky Krishti tonë që u dha në atë kohë, në 300-ën, 400-ën, ai ka hequr çdo gjë, ne nuk duhet të zbatojmë sabatin, urdhrimet, festat e atit, sepse ai kryqëzovi në kryq. Çfarë kryqëzovi në Efesianët 2, vëlla motër? Ishin ligjet e urdhërimeve të farisejve që kishin vënë mureve ndaj jo hebrejve dhe hebrejve të asaj kohe. Prandaj Mesia erdhi dhe i qorton Marku 7 duke thënë, ju hipokritë keni anulluar urdhrimin e atit për traditat e etërve tuaj.
ky ishte problemi i asaj kohe, këto ishin ato muret, ato bloqe që kishin vënë ndaj Korneliut në këtë rast apo të tjerëve që dëshironin të adhuronin atin, ndërkohë ati vizitoi Korneliun duke e konsideruar njeri që ishte duke ecur drejt dhe në këtë rast pa të mejta përpara atit, dhe lutja e tij u dëgjua. Këto koncepte, vëlla motër, unë lutem atit që ti kuptosh. Koncepti i lutjes fillon në fjalët e urta 28 vargu 7. Duke thënë, ai që braktis urdhrimet ligjin e atit, që e kthen veshin gjetiu, thot, për të mos dëgjuar ligjin e atit, mos dëgjuar në këtë rast urdhrimet, fesat e tija që janë brenda në atë ligjin, vetë lutja e tij, thot Proverbat 28:7, vetë lutja e tij është e neveritshme përpara atit, sepse hyn në funksion legaliteti i shkrimit të atit që është i përjetshëm, duke u vënë në funksion deklarimet e profetit Isaia 59 që ati e kthen fytyrën e tij kundra nesh, sepse jemi në mëkat duke braktisur urdhrimet, festa, sabatin e atit. Nehemia 13 flet që Nehemia qortovi pleqt e Izraelit dhe tha duke thënë, ç'është kjo gjë e keqe që ju po bëni duke përdosur sabatin? Duke përdosur sabatin, vëlla motër, është një gjë e keqe, mos i merr shkrimet lehtësisht. Karakteri i atit është i përsosur, siç është shprehur në ligjin e tij përsosur. Vllai ka folur në kanalin ton këtu në YouTube, kur mund t'i shikosh, apo në Facebook Live, të gjitha principet e dishiplizimit të shëndoshë, doktrina e shëndoshë që flet gjithashtu në Fjalët e urta 4:2, po ju jap një doktrinë të mirë të shëndoshë, thot ati, mos ma braktisni ligjin tim, sepse ka pasoja, vëlla motër. Pikërisht ato urdhërime që shikojmë, masandaj na japin akses në zbulesa 22 për të hyrë në portat e qytetit. I bekuar është ai që zbaton urdhrimet e tij, që do ketë drejtën për të hyrë në portat e qytetit, për të ngrënë nga pema e jetës që është në mes të parajsës. Zbulesa 1:8 thot, është në mes do jetë kur të zbresë mbretëria, qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, mali Sioni themi, apo mali i shenjtë, ajo perla që flet, ajo nusja që ati e përcakton në zbulesa 21, vëlla motër. Pikërisht në zbulesa 22 kemi të njëjtat vargje që thotë fryma dhe nusja ju thonë kujt? Shenjtorëve, vëlla motër. Po e dimë që pale konsiderohem as ndaj shpreh që ne jemi nusja në një farë në atë kontekstin që jemi nusja e Krishtit, në atë beslidhjen, në atë shëmbëltyrën. Por shkrimi flet për nusën që po bride në anglisht, që ka të bëjë me qytetin e ri, vëlla motër, që fryma dhe nusja e thotë ejanin për ne që ty një brenda. Zbatoni urdhërime, sepse kjo është tërësia e njeriut, Predikuesi 13:12, vëlla motër. 12, 13 dhe 14 vargjet. Kjo është tërësia e njeriut që ne të zbatojmë, thotë. Urdhërimet e tija të kemi frikë nga ati Jahue, masandaj shikojmë ne fjalët e urta 2 të njëjtin koncept, si vjen njohja, urtësia e frikës së ati që është fillimi i urtësisë dhe kuptueshmëri të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhërimet e tija, vëlla motër. Psalmi 111. Kemi gjë beslidhje të re në Predikuesi 12. Kemi gjë beslidhje të re akoma? Jo. Pikërisht ati gjithsesi vazhdon të bëj deklarime, të shpalli nga goja e tij, që është në këtë rast është e përjetshme ajo deklarim, ajo fjalë që ati nxjerr nga goja e tija. Dhe unë e kuptoj, vëlla motër, të gjitha këto perceptime që neve sot kemi, që kanë lindur nga filozofi të greko-romane të asaj kohe, me imponimin e katolike ortodoksve, nuk e dim, do ikim diku, ati është mister, nuk kuptohet, ne do ikim në qell, masandaj nuk e di. Të gjitha këto imponime u dekretuan dhe u ju dhanë në kishës në shekullin e 2, të 3, të 4 mbas sikave të apostujve. Shkrimi ka folur, vëlla motër, shkrimi ka folur për karakterin e atit, si duhet të ecim, sa po lexuam, ka folur për mbretërinë e qiellit që po vjen, shpreh masandaj që
që Mesia Jashua, Mesia do jetë mbret mbi të gjithë dheun kur të zbresi qyteti prej ari, prej kristali, prej gurësh të çmuar. Flet masandaj për ndërtimin e shtëpisë së Atit brenda në atë qytet. Flet për banesat që në këtë rast që shenjtorët e denjë duke zbatuar urdhrimet e Atit, duke mbajtur besimin tek Jashua, tek biri i tij, do hynë dhe do kenë trashëgiminë e tyre. Prandaj tha dhe vetë Mesia, po shkoj të përgatit një vend për ju, një banesë për ju. Dhe ku do jem unë, do jeni dhe juve. 1000 vjeçari që sot asamblea nuk flet çfarë ndodh. Beso në këtë rast, bëj lutjen e shpëtimit dhe masandaj se ku është ecja jonë, vëlla motër? Me çfarë në këtë rast qeveriset jeta jonë? Ku janë kriteret? Ku është dishipullizimi, transformimi i vërtetë ndaj karakterit të Mesias? I themi, po unë kam mendjen e Mesias. Po vëlla motër, ke mendjen kur kur ecën pa ligjshmëri, në këtë rast në pa udhësi, duke shkelur ligjin e Atit, ashtu është të kemi mendjen. Konteksti kur flet ne kemi mendjen e Mesias të Krishtit, do thotë që sepse mendja e Atit ishte e transmetuar, ishte e shfaqur në mënyrë perfekte në Mesian, në Jashuan Mesia, në Krishtin. Dhe tani ne ndjekim gjurmët e tij që na thotë para Pjetrit 2:21, e para Gjonit 2:29 të mos gaboj, 26, flet që ne duhet të ecim siç ai eci, apo jo? Si eci Mesia, çfarë praktikoi, çfarë mbajti vëlla motër? Anulloi gjë, nuk anulloi gjë, dhe për të bëjmë deklarime të tilla apo ja, ai nuk erdhi për të shfuqizuar ligjin apo profetët, por erdhi për të plotësuar. Çfarë do thotë? Plotësoi profeci që ishin folur për te, ligji për të rinj 18, Isaia flet, Zekaria flet, Amosi flet, të gjithë Danieli flet për ardhjen e tij. Ato ai plotësoi për të filluar beslidhjen e re që ishte dekretuar fillimisht për shtëpinë e Izraelit dhe të Judës. Në Jeremia 31 ke deklarimin e Atit me tërmjet profetit të tij për beslidhjen e re që Mesia erdhi edhe në këtë rast për të restauruar të 12 fiset e Izraelit, që ne tani jemi pjesë sepse ne besuam që ai është i zgjedhur, ai është Mesia, ai është i vajosur i Atit. Mesia do thotë i vajosuri. Këto janë disa principe vëlla motër që duhet i marrësh në zemrën tënde. Kur shikojmë në para Pjetrit 1, kapitulli i parë, në vargjet 23-24, flet për fjalën e Atit që na ka çfarë? Ajo fjalë që na rilindi, që na ngjisi në këtë rast dhe mbetet për jetë. Kë fjalë kishte Kefa Pjetrin atë kohë, vëlla motër, e ke pyetur? Që akoma kanoni nuk është mbyllur, Bibla nuk është mbyllur. Dhe Pjetri bën deklarimet e tilla që fjala e Atit mbetet për jetë. Dhe flet për shenjtërimin, për ecjen të jemi të shenjtë, siç ai është i shenjtë. Ku ishin marrë këto deklarime? Nga ligji, Levitiku, Isaia, në këtë rast ligji për të rirë, të jemi të veçuar, të shenjtë siç Ati është i veçuar, sepse është i veçuar nga errësira, nga çdo, nga mëkati, nga çdo gjë e ligës, sepse ai është dritë. Ligji i tij është dritë, Fjalë të Urta 6:23, karakteri i tij i përsosur, që ne të jemi të përsosur, Ati jonë është i përsosur, vetë mbreti lavdisë, Mesia Jashua, Zoti tonë që themi, na drejtoi, na urdhëroi që neve në këtë rast duhet të ecim në këtë përsosshmëri. Është e mundur vëlla motër. Zbato urdhërimet e tij dhe nuk ecën në mëkat. Nuk janë të vështira. Mendja mishore nuk do të zbatoj ligjin. Romakëve 8 flet hapurazi në vargjet 7. Vargu 8 thonë nëse nuk ecim në ligjin e tij, nuk jemi në këtë rast të pëlqyer përpara Atit. Të gjitha këto koncepte, vëlla motër, po mundohem që të mbjell fjalën e Atit në zemrën tënde, që ti të hysh në ato portat e qytetit. Dhe nuk mjaftovi besimi, vëlla motër, dhe nuk mjafton besimi sot, sepse besimi sot shprehet me anë të ecjes, me anë të, në këtë rast, urdhërimeve, që ato në librin e zbulesës apo e përmendëm, janë vargjet e fundit. Dhe përcaktoni që me anë të urdhërimeve, po besimi tek Ati, tek Mesia i kemi,
Se fillimisht duhet të besosh që urdhërimet e Atit janë të vërteta. Pikërisht, sot nuk zbatojmë urdhërimet e Atit, sepse si në të kohët e shekullit të 3 të 4 që nuk besonin në këtë rast ne Mesia i vërtet i lindur në Izrael nga nëna e tij Miriam. Dhe masandaj thanë, po këte nuk në kemi hirin, kemi dashurinë, edhe filluan masandaj marrim këtu, heqim këtuja, fillojnë kultet e njeriut dhe u shpërndan të tëra denominacione që shikon sot, të ashtu quajtur të krishtera. Zemra qanë, vlla motër, zemra qanë për gjëra që dëgjoj online, për vëllezër dhe motra që dalin dhe flasin gjëra që nuk i kanë akoma kuptuar. Dhe kur apostulli Shaul pali nëpërmjet gojës së Pjetrit, që thotën e dyta e Pjetrit 3, Ati dha urtësinë, thot Palit, dhe janë disa gjëra të vështira për të kuptuar. Fillimisht thot përse, sepse një grup personash të paqëndrueshmit, të pamësuarit i shtrembërojnë në këtë rast siç bën me shkrimet e tjera. Vlla motër, shkrimet e tjera ta përcakton shkrimin e para Timoteos 4:13, të cilat janë ato shkrime. Me shkrimet e tjera bëjnë sepse nuk i kuptojnë fillimisht, dhe masandaj kur nuk e kuptojnë e shtrembëron shkrimin. Siç bëjnë thot me shkrimet e tjera, që masandaj as thot për humbjen e tyre. Të mos jetë të porcionit tënd, vlla motër. Sepse ato shkrime flet për ligjin, që Timoteos dinte që nga fëmiria i njinte ato shkrime, sepse nëna e tij Junik ja kishte mësuar shkrimet që ishte profetizuar. Shikojmë ne prap kur Mesia Jashua u ringjall dhe takoi dy udhëtarët dhe po i fliste nga çfarë? Nga profetët dhe nga ligji, po i fliste çfarë ishte shkruar në tepër në shkrimet. Menjëherë shikojmë për kufizimin atij shkrimi. Mere me urtësi ecjen tënde, vlla motër, dhe mos u tërhiq nga mësimet e gabuara. Se në momentin që ti dhe unë themi që jo, ligji është hequr, ne nuk mbajmë sabatin, që është një shenjë e përjetshme, beslidhja e përjetshme, po ecën në mëkat, në paudhësi. Këto janë disa principe themelore të Mesias së vërtetë që ai praktikoi me apostujt. Nuk ka asnjë shkrim, nuk ka asnjë evidencë brenda në fjalën e tij që është përjetë, që mbetet përjetë, sepse urdhërimet e tij, Psalmi 119:152, Ati ka vendosur të përjetshme. Do t'i mbajmë në një vjeçarin 8 festat e tij, vlla motër, sabatin, Pashkën, festën e bukës pa maja, frutat e para, Pentakostin. Masat kemi festën festën e burive, dita e shlyerjes, festa e tabernakut e kasolleve dhe dita e 8 e kuvendit madhështor. Këto janë festat e tija. Janë të përjetshme. Po të shikosh Levitikun 23, të gjitha festat e tija janë të përjetshme. Janë të përjetshme. Kush ka autoritet të thyej diçka që është e përjetshme? Ne mund të fillojmë me filozofinë, mashtrimet të kota që kolosianët flasin hapurazi, mos u mashtroni prej tyre, mos u lënë që të gjykojnë, thotë, gjëra të tilla, filozofi dhe mendje mishore vjen në vargu 18, thotë mendjet mishore. Dhe qenë kanë në këtë rast sabatet, henat e reja, festat e Atit, ushqimet e pastra, qenë kanë mendje mishore, vlla motër, qenë kanë filozofi njerëzish, mashtrimet të kota nga frymrat gënjeshtare. Kështu janë urdhrimet e Atit, vlla motër, që sot asambleja ka bërë në atë mënyrë, duke e marrë dhe mos më lejnë të gjykojnë sepse unë nuk mbaj sabatin. Këto janë frymra demonike që kanë hyrë brenda në 300 në 400, me evidenca që kemi përpara. Kur flet që kjo është hija e gjëra që do vinë, po flet për 1000 vjeçarin, vlla motër. Po flet për Isaia 66, dhe nga një e henere në tjetrën, nga një sabat në tjetrën, do të vinë të madhurojnë mua, thotë Jahwe. Ezekieli 45 flet të njëjtën gjë, nga një henere, nga një sabat në tjetrin, do vinë të praktikojnë festat e mia, do vinë nga kombet. Sepse nga Sioni do dali ligji, Jeshaja 2 flet hapurazi, do t'ju mësojmë kombet, të njëjtën kontekst në Mateu 5, kur zbaton urdhrimet e Atit dhe thyen këto të vogla, do t'jesh më i vogli në mbretërinë që do vijë. Në 1000 vjeçarin thot vetë Mesia Jashua.
Masada kush i zbaton urdhrimet e tia dhe ja mëson të tjerëve, do të quhet më i madh në mbretërinë e qejve. Ata janë priftërinë masandaj që Mesia do vendosi në përkombe, në për qytete, të mësohet rrugat e drejta të përsosura, ligji i Atit, toraja e tij, kombeve që janë jashtë qytetit. Mbas zemërimit të Atit, vëlla motër, ka ngelur akoma njerëz që janë të vdekshëm. Zekaria 14 të flet hapurazi nëse nuk vinë të madhurojnë mua në festën e kasolleve të tabernakujve që quhet. Një nga festat e Atit të Levitiku 23. Nuk do të ketë shi, thotë, në kombet e tyre. Janë akoma gjykimet jashtë të qytetit. Qyteti që do vendoset në plajën e Arabisë Saudite, do pastrohet, do veçohet, do shenjtërohet me zjarr në këtë rast, do purifikohet nga engjëjt para se të vijë. Do sheshohet toka. Pse flet në këtë rast, male do ulen, lugina do ngrihen. Do jetë toka kjo, vëlla motër, e restauruar. Masandaj përfundimisht, qelli i ri, toka e re, ka fjalën për këtë aspekt. Ke parë ndoshta fotot e mia për atë strukturën e asaj kohe. Qyteti i ri në këtë rast që flitet hapurazi. Avrahami priste atë qytet apo jo? Sepse nuk e kishte ndërtuar dora e njeriut, po priste atë që kishte ndërtuar dora e Atit. Bashkë me të gjithë patriarkët që tani po presin të marrin trupin hynor. Ai trup që nuk është më në këtë rast në mish është hequr. Të gjitha këto perceptime të mbretërisë që po vjen, vëlla motër, merri parasysh, sepse nuk janë të gjitha gjëra që sot kanë vazhduar ti bëjnë përciptazi, nuk dihet. Do hamë, do pimë, siç Mesia hengri dhe piu në trupin e tij hynor, kur ul me mbas ringjalljes me apostujt. Është pema e jetës, që jep frutat e saj çdo muaj. Dhe gjethet e saj do jenë për shërimin e kombeve. Përse shërimin e kombeve? Sepse kombet që janë jashtë ka nevojë për shërim. Sistemi i Babilonisë tashmë është gjykuar nga Mesia se është Zoti, është mbret mbi dheun. Ata do vinë të mësohen nga rrugët e Atit. Do kenë nevojë për shërim. Ujërat që dalin nga 1000 vjeçari, nga qytetin atë, po 1000 vjeçarin, do jenë për shërimin e tokës, sepse toka është gjykuar, ka ndodhur shumë gjëra, kanë shumë gjakra janë derdhur për shkak të gjykimit të Atit që do vijë. Dhe nëse ti sot, nuk e di, për ju që nuk jeni akoma në besim, të inkurajoj të marrësh jetën e përjetshme, jeta e përjetshme që vjen me anë të pendimit dhe besimit tek Yeshua Mesia, tek Jezu Krishti, që Ati dërgoi 2000 vjet më përpara, që ti t'jesh pjesë e asaj mbretërisë që po vjen, që do zbresi mbi tokë dhe do vendosë sistemi i Atit në këtë rast në mënyrë perfekte, që nga qyteti i tij, kristali, ari kulluar, që do vendosës që ti t'jesh brenda atij qytetit, duke marrë trupin hynor, që themin trupin prej qellit, një trup që do hajë, do pijë, por nuk do jetë me i vdekshëm. Bëj përgatitje tënde në zemrën tënde, si besimtar dhe ti që ndoshta nuk e ke dëgjuar lajmin e mirë të mbretërisë. Ky është lajmi i mirë për të gjithë botën, që Mesia mposhti atë vdekje dhe ti mund ta marrësh duke penduar me zemrën tënde, pendohesh nga mëkatet që ke shkelur ligjin e Atit, gënjur, vjedhur, shkuar në këtë rast në imoralitet, para jashtë martesës, blasfemuar emrin e Tij. Këto janë mëkate që dëshmojnë që ti dhe unë i kishim bërë. Masandaj pendohesh nga kjo rrugë, nga kjo ecje, nga këto mëkate dhe beson tek i biri i Tij i përsosur, kryeprifti Yeshua Mesia, që Ati dërgoi në këtë rast dhe e la si sakrificë për ty dhe për mua, dhe masandaj tha vetë mbreti lavdisë, Mesia Yeshua, Jezu Krishti, u krye në këtë rast, tha para se të vdiste në kryq, dhe u hoq thot gjykimi, nëse ti do besosh, sepse unë e ti ishim drejt vdekjes, paga mëkatit është vdekja. Por jeta e përjetshme është vetëm në atë person, dhe nuk ka asnjë emër tjetër që ti dhe unë mund të shpëtohemi. Mund të filloj rruga e shpëtimit. Masandaj, mbasi erdhe në këtë rast, mbasi ke shkuar aty në intimitetin tënd me Zotin, me Krijuesin, duke thënë unë pendohem dhe dua të shpëtohem dhe besoj në këtë rast në ringjalljen e Tij,
fillon rruga e mire, e drejtë, e shenjtë, avash duke ecur në urdhrimet e tija, fillon pushon në ditën e shtunën, në sabatin, fillon shikon urdhrimet e tija, si të hash pastër, sepse në këtë rast ke nevojë që trupi të pastrohet, je tempulli i frymës së shenjtë, që ajo frymë vjen atë moment që ti ke dekretuar që do të jesh pjesë e asaj mbretërie, dhe masandaj bashkohesh në një kishë, në një asamblej që të mësojë, në këtë rast shkrimin, Biblën, nga fillimi deri në fund, derisa ajo mbretëri të shfaqet që kohët janë afër. Haleluja. Shpresoj të ketë qenë bekim për ty, vëlla motër, dhe për gjithë ju që ndoqët në çdo platformë që e ke ndjekur për lavdi të Atit. Olger Spahi nga Azeri Mesias, do dëgjojmë sërish. Adonai ju bekoftë, Ati qoftë me ju, shkëlqeftë fytyrën e tij mbi ju. Dhe kujto, vëlla motër, që ajo fjala e përsosur, e ligji përsosur që na flet ne Jakovi 1, duhet të ecim në të që të trashëgojmë mbretërinë që po vjen, duke besuar tek Ati, tek biri i tij, dhe duke ecur në urdhrimet e Atit për të gëzuar zemrën e tij, për të qenë të denjën atë ditë që në këtë rast unë dua të jem pjesë e mbretërisë, po bëj të mirën e të përmundshme, nuk do t'i zbatoj të gjitha në këtë moment, por fryma na ndihmon, vetë Mesia Jeshua është në të djathën e Atit, në atë tempullin e qellt që po ndërmjetëson për shkeljet tona, po jo t'i shkelim me dashje, jo të themi ligjesh hequr, me të gjitha mësimet e teologjisë e rreme që kanë krijuar mbas ikjeve të apostujve dhe ndërtuan shkolla. Dil prej tyre, vëlla motër, Ati po flet. Në takimin e djeshëm ishte një profetizim që doli nga goja ime për lavdi të Atit. Dhe ishte pikrisht ai pendimi, të largohemi nga paudhësia. Ati po e thret popullin e tij të dalim nga paudhësia. Dhe do ta shikosh videon e shkurtër atë moment kur fryma foli. Lutem Atit. Shalom, Adonai ju bekoft.